Sa po ka përfunduar ndeshja e voleybollit për femra, Vllaznia Pogradeci, ekipi mysafir fiton me rezultatin 0-3. Me trajnerin fitues, një trajner shkodran si Bestiklisha. Urime profesor. Faleminderit. Fitoria 4 radhë për Pogradeci, që ka tregon se ekipi juaj është pretendent kryesor për titull si vjet. Një falenderim duhet i bë bashkisë të Pogradecit, sepse pa lojtarë kjo punë nuk bëhet, janë bërë shpenzime të mëdha në Pogradec. Kështu që jena për rezultate serioze këtë vit. Ekipi Vllaznisë është ekip i ri, me moshë shumë të re. Bashëm qefi që shoh disa vajza shkodrane, Sara Becin, kush është si harrova Edna Erkoçi, Laura Bollçiti, edhe kjo Mariana Miami, nuk e di ndoh. Ta janë lojtarët dhe është me darë keq për vajza shkodrane, edhe djem, në të panderdhen, ku i shoh janë mu 7 ekipet shqiptare, edhe vajza elitare, edhe losin e për ekipet ndryshme. Diçka duhet më bë, se kjo punë bëhet me lojtar, nuk bëhet pa lojtar, kjo punë mirë absoluti bëhet me lojtar, janë vajza elitare, edhe duhet diçka, kush drejton këtë punë, që këta vajza mu afru, edhe ka arsye pse largohen këta vajza. Kjo është që mbjen keq punë si shkodran. Çfarë ka ndryshuar tek Pogradeci këtij sezoni që në udhëheqjen tuaj po shkon nga fitore në fitore? Që ka ndryshu është sepse i kena zgjavë vetë lojtarët, edhe janë i fjerë lojtarë mas i qorë që i kena pas vjetë, kena marrë lojtarë, është një kombinim i lojtarët huja me lojtarë shqiptare, janë lojtarë që i kam servit edhe për para të Korça e në për ekipet ndryshme, edhe është një ekip i mirë, por hala kena shumë punë për me u konsolidu si ekip, hala këta vajza nuk janë të lidhur totalisht, por besoj se sa më shumë kohë kalen, aq më mirë bajnë. Profesorisha, kjo shikoni si rival tuaj direkt të sezon? Na kena janë disa ekipe, por është Dinamoja, Tirana, Partizani, Korça, këta janë ekipe. Ndeshja radhës kena me Dinamon aty. Pogradeci Dinamo? Pogradec, po. Të shtin, qose mundet marrë gati aty në Pogradec me batë tifozlek për Pogradecin, një di që ba. Si parashikon, e vështirë, Dinamo që ka parikthyer Orlando Kojën në drejtim. Orlando Koja është amena, është një pasuesi që kam pas edhe një qane që kam pas të Korça, janë lojtarë shumë cilësore, Beguja ka ik nga Korça është në Dinamoja, ka me kanë ndeshje shumë e fortë. Normalisht në hi për me fitu gatësia, është bëhat fjale e punë, po gjithashtu edhe ata. Ka më bëj betej. Kur luhet që ndeshje ndoshta edhe për informacion të tifozërisë pogradecare? Shtunën në orën 5. Në Pallatin e Sportit të Pogradecit. Të Pogradecit. Suksese, profesor. Faleminderit.